Udhëtim solo, pse udhëtimi vetëm ndryshon mënyrën se si e shohim botën. Të udhëtosh vetëm është një përvojë ndryshe e mbushur me aventurë, paqe dhe një takim të sinqert me veten. Është sinonim i lirisë, një përvojë jetësore që secili duhet ta provojë, qoftë edhe për pak ditë apo për një periudhë të gjatë, brenda apo edhe jashtë vendit. Çdo sfidë dhe gëzim që sjell ky udhëtim e bën përvojën vërtet të vlefshme. Pa kompromiset që kërkon udhëtimi çdo çift apo grup, çdo detaj i rrugëtimit bëhet personal. Destinacioni, mënyra e udhëtimit, oraret, ushqimi, ritmi i ditës, në këtë liri absolute, ndoshta edhe pak anarkike, njeriu gjen veten, e njeh mirë dhe mëson të lidhet më fort me botën e tij të brendshme. Asnjë rregull, vetëm ti dhe udhëtimi. Një udhëtim solo mund të jetë i thjeshtë dhe ekonomik ose i shtrenjtë dhe luksoz, mund të jetë plot aventura apo pushim total. Disa e kalojnë duke eksploruar qytete, të tjerë duke lexuar në dhomë hoteli ose duke biseduar me miq deri vonë. Edhe vetmia që shpesh shihet si pengesë, këtu humbet kuptimin, sepse udhëtari solo takon njerëz të rinj, komunikon me vendasit dhe shpesh gjen miqësi apo madje edhe dashuri të papritura. Planifikimi. Për ata që nisen për herë të parë, planifikimi është thelbësor. Zgjedhja e destinacionit, buxheti, akomodimi dhe mënyra e lëvizjes. Një këshill e vlefshme është të keni gjithmonë një fond të fshehtë emergjent në rastet që jeta të befason. Një tjetër sekret: bagazhi minimal. 4 ndërrime rrobash, disa të brendshme dhe 2 palë këpucë janë më se të mjaftueshme. Shumë udhëtarë zgjedhin të blejnë diçka nga vendi që vizitojnë, si kujtim praktik dhe sentimental, dhe pavarësisht motit, një pallto apo një bluzë shtesë nuk i bën domaskujt. Magjia e papriturës, udhëtimi solo është një ushtrim i vetanalizës krijuese. Edhe pse planifikimi është i rëndësishëm, nuk duhet të jetë i ngurtë, sepse bukuria e udhëtimit qëndron në të papriturën. Nëse diçka nuk shkon sipas planit, mund të sjellë histori më të veçanta. Një muze i mbyllur mund të çojë drejt një rruge tjetër, një ekspozitë apo një sheshi që mund të mbetet përgjithmonë në kujtesë. Këshilla praktike për udhëtarët solo: mos i mbani të gjithë aparat në një vend, krijoni kopjo fizike ose digjitale të dokumentave, mbani shënime me adresat e akomodimit, sepse telefonat prirën të fiken në momentet më të papërshtatshme. Mos keni frikë nga dështimi, çdo përvojë është një mësim, ndërsa udhëtimi juaj solo nuk do të jetë si në filmat Ha lutu dashuro, por mund të jetë dhe më i veçantë. Dhe nëse diçka nuk shkon sipas planit, provoni përsëri. Udhëtimi është pjesë e jetës, jo diçka e ndarë prej saj. Dhe kthimi pas do t'ju gjej më të pasur shpirtërisht, më të qetë dhe me më shumë vetbesim. A do ta provoni t'ju një udhëtim vetëm, dhe cili do të ishte destinacioni juaj i parë? Mund të na shkruani një koment.